Në një atmosferë të mbushur me emocione, lutje dhe përqafime të ngrohta, me datën 18 maj nga stacioni i autobuseve, u nisën besimtarët që këtë vit do të kryen një nga udhëtimet më të shenjta të jetës së tyre, haxhin. Familjar, miq dhe të afërm kishin ardhur për t'i përcjell me lot gëzimi dhe urimet më të mira, ndërsa zemrat e haxhive ishin të mbushura me falënderim dhe përkushtim shpirtëror. Ky udhëtim drejt vendeve të shenjta nuk është vetëm një rrugtim fizik, por mbi të gjitha një thirrje e zemrës për paqe, për kushtim dhe afrim me Krijuesin. Për shumë prej tyre, ky është momenti që e kanë pritur gjatë gjithë jetës, një ëndër dhe obligim i shenjtë që sot po bëhet realitet. Para nisjes, disa nga haxhit ndan emocionet dhe ndjenjat e tyre për këtë përvojë të veçantë, duke treguar gëzimin, mallin dhe lutjet që mbartin me vete drejt Mekës së shenjtë. Momenti ish me gëzim të madh pa dhe me emocione të mëdha. Kështu që inshallah na prin Zoti të marrën, na ban Allahu kallej e lehtë. Gjithëve ja uroj këtë ditë të sotshme e ja mundsov gjithkujt kush ka qef. Selam aleikum. Emocionet janë shkom për herë të parë, shkom me vizituat vendi herën, masi që ma boni Allahut mujshem, inshallah gjithkuj ja bën Allahut mujshem, ai që ka dëshirë me shku. Tesh 3 vjetë kam desht, tesh ma ka bon Allahut mujshem, pa bon Allahut mujshem kur gjane punët. Në ratë të parë, falenderoj Allahun Zotit të gjithësisë që na ka mundsu. Kja është hera dytë e jeme, sepse kam qenë edhe herë në Umre, është shumë një kënaqësi e madhe e papërshkruar. Falenderoj në ratë të parë Allahun, pastaj familjen time që ma ka mundsu. Allahu ja mundsof secilit musliman prej nesh. Në këtë udhëtim shpirtëror, besimtarët do të udhëhiqen nga Hoxha Mirsad Muçaj, i cili gjithashtu foli për rëndësinë e haxhit, përgatitjen shpirtërore dhe përgjegjësinë që mbart ky pelegrinazh i shenjtë për çdo besimtar musliman. Fillimisht falënderimet i takojnë madhërisë së Zotit që po na mundson që me shku në vendin më të mirë, në tokën më të mirë të Zotit, në Qabën e bekuar. Më të vërtet udhëtimi për një Qabë është një udhëtim i veçantë me ndjenja të veçanta. Kësaj radhe ne kemi gjithsej nga Mali i Zi kemi 140 haxhi. Nisa do të bëhet nga aeroporti i Podgoricës, më thënë nisa është sante mazdite, ka ora 18 minuta. Lusim Zotin e madh që Allahu me na lehtësu udhëtimin, të shkojmë i shëndosh e mirë dhe të kthehemi shëndosh e mirë me haxh të pranum e me gjunahet falura. Sa haxhiler janë nga Ulqini? Nga Ulqini kemi 14 haxhiler. Inshallah në të ardhmen kam rrit numri edhe ma shumë, edhe pse ka pas kërkesa edhe ma shumë, por se në këtë sistemin e ri kemi pas numrin e kufizum, që shpresojmë inshallah ndash Zoti vitin e ardhshëm do t'ju mundsohet të gjithëve atyre që kanë dëshirë që të shkojnë në ata vende të bekuara, në ata vende të shenjta. Kemi pas përgatitje, domethënë kemi sqaruar rregullat që i pret çdo haxhi që shkon në tokë të shenjtë, në atë vend të shenjtë. Por sidoqoftë ne edhe gjatë kryerjes së gjitha obligimet ceremonive të haxhit do të jemi zbashku çdo kund. Lusim Zotin që inshallah Zoti më na lehtësu dhe ka më qenë çdo gjë, shpresojmë që do të jetë çdo gjë me rregull. Sa hoxhallar janë nga Ulqini? Për hoxhve jam unë edhe është hoxhi Edin Veliçi, unë jam si përgjegjës, si udhëheqës për këto haxhit, por inshallah kemi edhe udhëheqës të tjerë që janë pjesën e ana Podgoricës e Veriut gjithashtu. Nuk e kemi numrin e madh shumë, kështu që 5 vetë jemi udhëheqës. Inshallah Zoti na ndihmon. Në vërtet edhe kjo është një ndjenjë veçantë, sepse përsëri aty na mundsohet ne edhe sidomos ne haxhit mes vetes, domethënë afrohen edhe zemrat edhe më shumë. Përsëri është ajo mungesa edhe tu për njerëzit e vet, por se kështu është caktimi i Zotit, se edhe ata vende janë vende që i ka beku Zoti i madh, edhe malli është i madh, edhe s'ka njeri që shkon në atë vend e që nuk nën një kënaqësi që nuk mundet me u përshkru me fjalë. Me lutje për udhëtim të mbar dhe haxh të pranuar,
haxhit u nisën drejt tokave të shenjta, duke lënë pas emocione të forta dhe shpresë për t'u kthyer më të qetë, më të pastër shpirtërisht dhe më afër besimit të tyre.